Seanca ndërpritet, shihemi me 9 maj në orën 10. Për të 12 herë me radhë, seanca e Kuvendit të Kosovës u ndërprej pa i curtutje me zgjedhjen e kryetarit e të nënkretarëve. Sikurse edhe në seancat e kaluara, deputetët e PDK-s, LDK-s, AK-s e listës serbe nuk propozuan kandidatët për komisionin zgjedhor që do të mbikëqyrte procesin e votimit të fshehtë për kryekuvendar e nuk marrën pjesë as në votimin e tij. Nga 113 deputet pjesëmarrës në votim morën pjesë 57 deputet, prej të cilëve 56 votuan për formimin e komisionit, derisa kundër votoi deputeti Veton Berisha. Kryesuesi i seancës, Avni Dehari, duke cituar një aktgjykim të kushtetueses, ju tha deputetëve se janë të obliguar që të marrin pjesë në votim. Në bazë të rezultateve që kemi marrë, më duhet edhe njëherë t'ju kujtoj se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese numri 119, sy për 14.28 i obligon deputetët votojnë për, votojnë kundër, të abstenojnë, por jo edhe të mos votojnë. E për dështimin e seancës, pushteti e opozita fajsuan njëri tjetrin. Përfaqësues të PDK-s e LDK-s thënë se zgjidhja është propozimi një kandidati tjetër nga lëvizja vetëvendosje. Ftoj deputetin Albin Kurti që të na tregoj a ka më të rëndësishme Albulena Haxhiu na 1 milion qytetarë që kanë votu në zgjedhjet e 9 shkurtit, sepse nga ajo që kemi pa deri tash, Albulena Haxhiu është më e rëndësishme për të dhe për vetëvendosjen se sa votat që i kanë marrë ata. Besoj që është e qartë për ju dhe të gjithë qytetarët e Republikës e Kosovës, se kush është bllokuesi dhe kujt i mungon vullneti politik për të bërë bllokimin e institucioneve të Republikës e Kosovës. Kur nuk ke numrat, si rasti i lëvizjes vetëvendosje, nuk mund të diktosh të tjerëve mënyrën për zhbllokimin e institucioneve të Republikës e Kosovës. Por për lëvizjen vetëvendosje, ndrimi i kandidatës për kryetare të Kuvendit nuk zhbllokon situatën. Sipas deputetit Hekuran Murati, zgjidhja është votimi fshehtë. Kemi pa që kanë refuzu, pra refuzojnë ftesat, refuzojnë bashkëpunimin, refuzojnë zgjidhjet me votim të fshehtë dhe në anën tjetër dalin e akuzojnë partinë fituese që po bllokon konstituimin e Kuvendit. Kjo pra nuk mund quhet asgjë tjetër pas hipokrizi. Besoj që qytetarët të gjithë po e shohin se kjo blokadë që po bëhet, ka adresë të caktuar dhe po bëhet pikërisht nga partitë opozitare. Në zhbllokimin e situatës shpreson kryetari i AK-s Ramush Haradinaj. Është e dhimbshme pra që krejta jeta jonë tani sikur se shihni është orientuar te këto diskutimet kush ka boni. Pra ne do të më u kthyn punë edhe shpresoj që do të gjendet një zgjidhje për ngërçin Kuvendet që të kalojmë matutje. Për të 4-ën herë me radhë, propozimi i lëvizjes vetëvendosje për kryeparlamentare Albulena Haxhiu nuk ka dalë në votim, me që kryesuesi e ka ndërprer seancën menjëherë pas dështimit që të formohet komisioni për zhvillimin e votimit të fshehtë.